Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin tonë Realitete Ekonomike. Jemi në mjediset e punës të zotit Besnik Vati, antar i bordit drejtues të Shoqatës së Operatorëve Turistik të Shqipërisë, për të folur për çeljen e sezonit turistik veror 2025 dhe çfarë duhet të presim edhe për gjithë ecurinë e turizmit tonë, industrisë numër 1 të vendit gjatë gjithë këtij viti. Zoti Vati, faleminderit që na mirëpritet në mjediset tona të punës. Faleminderit që na erdhët. Zoti Vati, sipas të dhënave të fundit të Instat, në muajin mars 2025, pra në këtë vit, numri i vizitorëve në strukturat tona akomoduese u rrit me më shumë se 1/5, 21.9%, krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë. Ndërkohë në muajin prill, një muaj më vonë, po sipas Instat, numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar është 820.000, rreth 820.000, i rritur me vetëm 3.2% krahasim me prillin e vitit 2024. Ka një kundërsens këtu sipas jush, ne her pas here dhe juve e keni theksuar me shumë forcë nevojën për një sistem statistikor dhe të dhënash të besueshme për turizmin tonë. Është ajo që kemi diskutuar vazhdimisht. Nuk janë shifra që nuk lidhen me njëra tjetrën, por nuk janë të njëjtat shifra. Nuk përfaqësojnë të njëjtin kategori. Vizitorët e huaj është kategoria më e madhe që përfshin jo vetëm turistët e huaj, por përfshin edhe vizitorët kalimtar. Ndërkohë, edhe shifrat turistë të huaj nuk përfshin të gjithë ata që shfrytëzojnë në strukturat hoteliere, por turistët e huaj përfshin edhe shqiptarët që banojnë jashtë vendit dhe që vinë e flenë tek familjarët e tyre. Pra, mund të ketë lidhje, por për sa kohë shifrat jepen total vizitorët të huaj, është e pamundur të nxirret një konkluzion, është rritur apo s'është rritur numri i turistëve të huaj, është rritur apo s'është rritur numri i atyre që vinë dhe është ulur numri i turistëve të huaj shqiptar që banojnë jashtë vendit. Pra, këto janë kategori të ndryshme që e rëndësishme është që Shqipëria po ka frekuentim më shumë, vize më shumë, turizëm të rritur dhe natyrshëm edhe të ardhura më të mëdha nga muaji në muaj, nga viti në vit, besoj. Sipas ekspertëve të turizmit, rritja e numrit të vizitorëve në hotelet tona tregon se sezoni turistik në Shqipëri po zgjatet përtej verës, duke qenë se kemi rritje edhe në muajt që nuk janë të verës, pra në muajt të dimrit edhe të pranverës. Dhe interesimi për destinacione të reja të vendit tonë po rritet. Ndërkohë, po sipas Instat në periudhën janar-prill, zonat jo bregdetare kanë përjetuar një rritje të vizitorëve të huaj me 20.6%, çka tregon ndoshta dhe diversifikimin e destinacioneve turistike në vendin tonë. Komenti juaj, lutem. Turizmi, pavarësisht se ka një kulm, që është sezoni i verës në muajin gjysmën e korrikut dhe treqarekun e muajit gusht, ku kërkesa është më e madhe dhe oferta pothuajse është e shitur komplet. Periudhat e jashtë këtij sezoni, jashtë këtij piku, janë periudha që natyrshëm kanë mundësi për rritje shumë më të madhe dhe mundësia për që Shqipëria të ketë numër më të madh turistësh është shumë e madhe, sidomos jashtë sezonit të verës. Ne nuk është se kemi vetëm potenciale për zhvillimin e turizmit bregdetar. Shqipëria ka potenciale, madje edhe të shfrytzuara, jo vetëm potenciale, për turizmin historik kulturor, turizmin malor. Shqipëria ka potenciale dhe ofertë turistike që mund të ketë shfrytëzim gjithëvjetor të turizmit dhe natyrshëm. Këtu duhet të jetë vëmendja më e madhe për të rritur peshën specifike që ofron turizmi jashtë turizmit veror në totalin e turizmit në tërësi. Si gjykoni investimet zgjeruese në aeroportin kryesor të vendit, aeroportin ndërkombëtar të Rina? Si her pas here jeni shprehur që
na dedikohet sasia shumë e madhe e turistëve gjatë viteve të fundit në radhë të parë për shkak të shërbimeve që ofron kjo aeroport. Ndërkohë, referencat për aeroportin ndërkombëtar të Vlorës, i cili pritet sa më shpejt të jetë funksional, të investuesve tuaj në turizëm gjatë samitit në Tiranë në 17 maj të nismës së investimeve të ardhshme, një strukturë e Fondit Publik Arabo Saudit të investimeve të huaja, gjithashtu ishin shumë premtuese për vendin tonë. Si mendoni se do ndihmojnë aeroportin ndërkombëtar i Rinas i zgjeruar i ndjeshëm dhe nisja e futurimeve e aktivitetit nga aeroporti ndërkombëtar i Vlorës? Unë kam qenë dhe mbetëm partizan i aeroporteve sa më të mëdha. Aeroportet për turizmin janë si portat hyrëse apo urat lise që e bëjnë vendin më të vizitueshëm, më të aksesueshëm dhe sa më shumë aeroporte të ketë Shqipëria, jo vetëm një apo dy, po edhe 4, nuk i bëjnë gjë tjetër veç se rrisin mundësinë e shfrytëzimit të turizmit më të gjerë për zonën e Bregdetit të Jugut për të zgjeruar sezonin veror në Bregdetin e Jugut, por edhe për të shfrytëzuar gjatë gjithë vitit i gjithë zona e Shqipërisë. Në rritja e shërbimeve në aeroportin e Rinas, si zgjerimi i tij, ndoshta edhe futja e linjës trenit për akses dhe lëvizshmëri Tiranë-Rinas shumë më të mirë, edhe për të lehtësuar një çik trafikun e hyrjes në Tiranë, do t'i bënin dhe do t'a ofronin shumë më afër mundësinë që Shqipëria të rrisë realisht numrin e turistëve të atyre që sjellin të ardhura për vendin. Vonesa, do të thoja, e hyrjes në shfrytëzim e aeroportit të Vlorës për arsye të certifikimeve të nevojshme bën që edhe ky vit të jetë vit i djegur për turizmin e zonës së Jugut, pasi edhe kontrata të lidhura për të sjellë turist me garanci, me kontrata, nuk po realizohen dot për këtë shkak. Do doja që ndoshta edhe aeroporti tjetër i Gjirokastrës të futet në funksionim. Aeroporti i Gjirokastrës apo i Sarandës, Sarandë-Gjirokastrës, unë e kam thënë dhe them, është më i gatshëm për të ndikuar për rritjen e turizmit në Shqipëri, pasi inventari hotelier në zonën Sarandë, Ksamil deri në gjysmë të Rivierës është shumë i madh. Është i pashfrytëzuar në tërësinë e sezonit të tij dhe është një industri turistike që nuk bazohet në aeroporte vendase, por bazohet në aeroporte jashtë kufirit. Do doja që një aeroport brenda kufirit të ishte mbështetës dhe zhvillues për një turizëm gjithvjetor edhe në zonën e Sarandës. Shpresoj që edhe aeroporti i Kukësit nuk është se duhet mbështetur me ardhje fluturimesh, duhet mbështetur me inventar hotelier, me stimulim investimesh në hotele sa më afër aeroportit të Kukësit, me qëllim që edhe ky aeroport të mos jetë thjesht një aeroport në potencë, por një aeroport i shfrytëzuar për turizmin, atë lloj turizmi që ofron ajo zonë, zona e Shqipërisë, e Alpeve, por jo vetëm e Shqipërisë, por edhe e Kosovës. Një kombinim i tillë, një investim shumë i madh në rrjet hotelier në ato zona, një mbështetje më e madhe, besoj do ta bënte edhe atë zonë më të shfrytëzueshme. Në gjykimin tuaj, si ka shkuar deri tani në këto 4-5 muajt e parë të vitit fluksi vizitorëve nga Azia, një kontinent, ja u kemi bërë disa herë pyetjen gjatë intervistave tona, zoti Besnik,
për faktin se ka një potencial të jashtëzakonshëm. Në krahasim me periudhën le të them janar-prill 2024. Dhe sidomos duke parë në këndvështrim qoftë gjirin persik, vendet e gjirit persik, qoftë edhe kinën. Ne vërtet e promovojmë Shqipërinë, por kemi mangësi në ndërtimin e strategjive të promocionit në mënyrën më përafruese ndaj të gjitha vende gjeografikisht dhe që në aspektin e turizmit kanë rritje të madhe progresive të turizmit dërgues. Në këtë rajon që përmendet ju, në Azi dhe në lindjen e mesme, potencialet janë shumë të mëdha. Është Kina, që është gjigant për turizmin dërgues në Europë dhe në botë, është India që ka rritjen më të madhe në botë të turizmit dërgues nga viti në vit dhe më premtues në rritjen e turizmit janë vendet e lindjes së mesme, por që ne kemi probleme jo vetëm në promovimin drejt këtyre vendeve. Shqipëria për shembull nuk merr pjesë si agjenci kombëtare e turizmit as në panajirën më të madh të lindjes së mesme në Dubai, as në panajire në Akin, apo në Singapur, apo në Indi, ku do duhet të promovohej realisht turizmi shqiptar. Nga ana tjetër, edhe zhdërvjellësia në lehtësimin e vizave mungon. Mungon pasi mund të marrim një shembull, është Malizi. Malizi lejon hyrjet në të, jo vetëm të shtetasve të lindjes së mesme, por edhe të rezidentëve jo shtetas të lindjes së mesme për të vizituar Malin e Zi. Ne lejojmë vetëm shtetas të këtyre vendeve, ndërkohë kur këto vende kanë ndoshta edhe 30, 40, edhe më shumë rezident jo shtetas të këtyre vendeve, të cilat janë një potencial i madh për turizmin në Shqipëri. Do doja që të ishim më të zhdërvjellët, të krijonin mundësi më të mëdha për të dhënë, kuptohet, brenda rregullave dhe detyrimeve që Shqipëria ka brenda kontratës me Bashkimin Evropian. Një pyetje e fundit, ju lutem, zoti Vati, që e bëjmë gjithë një dhe në fakt edhe në gjithë periudhat e mëparshme parashikimet tuaja kanë dalë reale për njohjen e thellë që ju keni për industrinë turistike në vend. Një prognozë tuaj, ju lutem, për turizmin tonë gjatë gjithë këtij viti. Unë mendoj që rritje do të ketë rritje turizmi në të gjitha aspektet, siç thash, një rritje besoj diku ke 15% në raport me vitin e kaluar, besoj duhet të jetë një rritje e tillë. Unë ja dedikoj gjithë një fluksit të madh të fluturimeve ajrore të shtuara nga viti në vit, faktit që këto kompani edhe në qoftë se kanë hequr ndonjë destinacion, nuk janë heqje për shkak të flukseve, por janë riajustime për zgjerime të destinacioneve më të mëdha, me qëllim që Shqipëria të vizitohet nga sa më shumë vende. Natyrisht janë biznese që kanë interesat e tyre, po që shkojnë në të njëjtën krah edhe me rritjen e turizmit shqiptar. Zoti Vati, faleminderit për këtë intervistë. Ju falenderoj unë. Të nderuar miq, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.